Partia Demokratike ka ankimuar në gjykatën kushtetuese vendimin për zgjedhjen e avokatit të popullit. Partia Demokratike pretendon se zgjedhja e Endrit Shabanit është në shkeljet kushtetues dhe rregullores së kuvendit. Ajo kërkon shfuqizimin e votimit në kuvend për zgjedhjen e avokatit të popullit. Po ashtu Partia Demokratike kërkon pezullim të ushtrimit të detyrës nga Endrit Shabani, derisa gjykata kushtetuese të shprehet. Pavarësisht kundërshtimeve të opozitës, Endrit Shabani u zgjodh avokati i popullit me 85 vota pro në kuvend, një seancë plenare që u bojkotua nga opozita. Endrit Shabani u zgjodh avokat populli më 11 dhjetor të vitit të shkuar me 85 vota pro të ardhura nga socialistët dhe socialdemokratët, ndërsa deputetët e Partisë Demokratike, edhe pse 35 prej tyre i dhan firmat që të ishte kandidat, e braktisën votimin që në fillim. Ai u betua më 18 dhjetor në një seancë të tensionuar në kuvend, teksa deputetët e opozitës kishin zënë një pjesë të ulëseve të ministrave. Shabani bëri betimin nga krau tjetër, ndërsa pasi tha betohem, i dhuroi edhe një puthje dhe u largua nga salla me shpejtësi. Opozita, e cila në fakt kishte dhënë firmat për kandidaturën e Shabanit për këtë post, pretendoi se firmat ishin vetëm për paraqitjen e kandidaturës në komision, jo për ta futur për votim në parlament. Edhe pse i tërhoqi firmat, Partia Socialiste e kaloi kandidaturën e Shabanit në seancë dhe e votoi.